Enver Hoxha e mpreu shpatën edhe një herë për situatën. Në pranverën e vitit 1968, kur Tirana mbushej me aromën e mimozave dhe rrugët visheshin me ngjyra testinës, një urdhër i papritur ndryshoi drejtimin e jetës për 10 kursantë të shkollës Skënderbej. Në vend të shëtitjeve në Skënderbej, kinemave, teatrove apo dashurive rinore që sapo nisnin të lulëzonin, ata duhej të linin gjithçka dhe të shkonin në Pashaliman, në brigadën e nëndetësve. Ishte thirrja e dheut dhe nuk kishte diskutim. Grupi përbëhej nga Sabri Çelmeta, Bashkim Maska, Mëhill Marku, Gëzim Dyrmishi, Pjetër Deda, Recep Kaplani, Shefki Barolli, Filip Klapi, Hysni Demiri dhe Aristidh Mitro. Të gjithë përjetuan largimin me trishtim, por edhe me ndjenjën e një misioni të madh. Pashalimani nuk ishte një bazë e zakonshme, ishte vendi i përplasjes me sovjetikët në vitin 1961, një simbol i rezistencës shqiptare. Nëndetëset për ta ishin si krijesa të një bote tjetër, një herësh mitike dhe të frikshme, që në mbritje u pritën me ngrohtësi nga kuadro të njohur të flotës, por ankthi nuk ju nda deri ditën kur u njoftua se do të dilnin për lundrim të vërtet. Natën paranisjes askush nuk flinte, humori përziej me frikë, ndërsa secili mendonte për të panjohurën në ujë. Dhe atëherë nisi përballja me realitetin, komandat e shpejta, mbyllja hermetike e anijes, zhurma e motorëve, zhytja në 70 metra thellësi, stërvitjet e ashpra me variante zjarri, çarjeje dhe rreziku. Ishte një botë ku jeta varej nga saktësia e çdo detari dhe urdhri i çdo komandanti. Çdo gjë funksiononte si mekanizëm i vetëm, një organizëm luftarak në errësirën e detit. Por frika pak nga pak u shndrua në admirim. Disiplina, profesionalizmi dhe qetësia e ekipazhit i bën për vete. Kur nëndetësja u ngrit sërish në sipërfaqe dhe u mbushën me ajër e dritë, e kuptuan se kishin ndryshuar. Aty zbritën djem, por u kthyen burra, të pagëzuar me emrin e ri, në Nujës, pjesë e një bote të fshehtë, të rrezikshme por të lavdishme.